Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin për Shqipërinë në vijim të misionit të mbajtur në nëntor ka evidentuar situatën e vendit dhe pikat e shqetësuese. Një ndër to mbetet paqja fiskale, ku sipas FMN-s, edhe pse marrëveshja ofron anulimin e borxhit dhe rivlerësimin preferencial të pasqyrave financiare, rrezikon të minojë progresin e mëparshëm në administrimin dhe pajtueshmërinë tatimore. Sa i përket këtij rreziku, Fondi Monetar Ndërkombëtar rekomandon reforma të ardhurave që favorizojnë rritjen, duke përmirësuar shpenzimet tatimore, duke modernizuar sistemet e taksës së pronës dhe duke përmirësuar administrimin tatimor. Sipas FMN-s, rritja ekonomike pritet të mbetet e qëndrueshme në nivel 3.5% në vitin 2025 dhe 3.6% në vitin 2026, e nxitur kryesisht nga konsumi privat dhe mbështetja vazhdueshme e sektorit të turizmit.